Certifikimin e rezultatit zgjedhor të 28 dhjetorit po vazhdon rinumërimi i votave edhe në 10 komuna të mbetura në nivel vendi. Me gjithë dallaveret që dolën në pa përmes vjedhjes së votave brenda partive, liste e deputetëve të legjislaturës së 10 ka mbetur e njëjtë. Deri tash vetëm deputeti turk Fikrim Damka, kryetari i Partisë Demokratike Turke, e ka humbur mandatin për deputet në Kuvendin e Kosovës. Vendin e tij e ka zënë bashkëpartiaku Ergul Mazrek, i cili pas rinumërimit ka marrë 2516 vota, ndërkaq Damka aktualisht i ka 2421 vota. Ajo që tashmë dihet është se manipulimi ka ndodhur në dy forma: përmes shtimit të votave direkt në sistem nga numëruesit, në rastet kur qytetarët kanë votuar më pak se 10 kandidat, dhe në marrjen e votave nga një kandidate duke ia numëruar tjetrit brenda partisë. Ndërsa nga hetimet për KQZ-n është sfiduese të flasë me datë për certifikimin e këtij procesi zgjedhor që mundson rrjedhjen e afateve kushtetuese për krijimin e qeverisë së re të vendit. Pra koha se kur KQZ do të mund të certifikojë rezultatin përfundimtar pas shpalljes së këtij rezultati varet krejtësisht nga ajo se sa do të kemi ankesa ndaj këtij rezultati nga ana e subjekteve politike dhe kandidatëve. Pastaj edhe kjo varet gjithashtu edhe nga vendimarrja e institucioneve, pra natyra e vendimeve që do të dalin nga këto institucione lidhur me ankesat individuale. Rrezik për mos formim të institucioneve me kohë mbeten edhe afatet procedurale të ankesave që mund të shkojnë në adresë të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidatët nuk kanë nevojë me bëu ankesë për numërimin e votave, rinumërim edhe një herë, sepse tashmë është bërë rinumërimi dhe është filtruar çdo gjë që ka të bëjë me kandidatët. Mund të ketë ankesa për subjektet politike, e që ndoshta është dashur një rinumërim të ndodhë njëkohësisht edhe për kandidat edhe për subjekte politike, por që ato nuk e kanë pa të arsyeshme KQZ-ja. Prandaj, në qoftë se vonohen procedurat, faji duhet të kërkohet në KQZ. Edhe ata kanë mëkate në këtë proces të zgjedhjeve në Kosovë. Në pritje të rrjedhës së këtyre afateve, 13 shkurti është data e fundit që ka konfirmuar Banka Botërore për ratifikimin e marrëveshjes në vlerë prej 90 milion eurove mbi financimin e politikave zhvillimore për politikën fiskale, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër.